sa I takon bazës taksive. Ka qenë emri kryesor I bazistave të çdo kompanie taksive në Prishtinë. Na e kemi ndëgju shpesh emrin e tij, Gani, dhe kur nuk e kemi taku. Bile ne si Radio Gazin kemi pas shumë punë me Ganin, kuponat që kemi pas për stafin, me I përcilla janë rregullat ta kupona dhe në çdo rast keqpërdorimi nëse është tentu, Gania I ka hyp taksit dhe ka shku e ka vizitu taksistin ku është dhe pse po qëndron atë gjatë në një vend dhe ka thirrë në telefon a është në lejen tuaj se po mdoket është një keqpërdorim I mundshëm prej njerëzve ma korrekt që unë kom taku në këto 19 vjetë në Prishtinë I palotshëm 24 orë në punë bile sa I ka pas edhe një ekran të vogël me gjithë GPS-at taksive në shtëpi se di pse I'm sorry që përcilte taksit edhe në shtëpi aq punëtor ka qenë sot Gania ka nevojë për ju M'fal se ndoshta pse s'kom po tash sa kohë Një periudhë shkurt Bajgi, jo një periudhë gjatë Një vjetë e gjysë Kërkoj falje, Si je Gani, mirje? Për momentin, mirë jam I shëndet. Jam me disa vështirësi, duke menu me I te kalu, pas operimeve, disa. Çka ka ndodhur me Ganin? Unë në vitin e kalu, në 16 dhjetor jam operuar. Në spitalin Vita. Dhe aty konstatun se gjendja momentale e imja është jashtë rrezikut, por mund të ketë infeksione që do të vinë në bazë veshkëves, të cilën e kam, u konë dikun e shkatruar, dikun 98%. Dhe pas konstatimit mjekut, e analizave MRI-ve, CT-ve, e konstatun se është e mundshme që në veshk, brenda, është edhe një tumor I izoluar. Në veshkën që ishteve që shkatruar? Në orën e djathtë. Pastaj mu shte në operacion, dhe aty I morën veshkën komplet e hjekën, edhe I qunë për në patologji obduksion, edhe aty e vlerësuam se është tumori, ka qenë, edhe tash jam që 6 muaj me kimioterapi. I kam përfundu 4 cikle gjatë 4 muajve. Tash jam në konsultim me doktorin tim personal të onkologjisë. Cili është? Është Ilir Kurtishi. Ilirin e kem një. Ilirin e kem, po, është të përkujdesur për mua. Edhe më kam preferua që tash tutje t'jem në imunoterapi. Me terapi ekstra. Ke përfundu ciklin e kemos? E kem përfundu. Tash është koha imunoterapis? Imunoterapis. Për shkak se unë para një jave kom bëj edhe MRI-n në spital privat. Ku konstatu që mes palcës kryesore dhe damarit kryesor gjakut janë rrethojat e gjandrave limfatike. Të cilat janë ngushtuar. Ko është bajage është një shumë e madhe e shkipni në trup. Tash të duhet, a jetu punu Gani? Që 6 muaj jo. Që 6 muaj s'po punon? Jo. Mirë. Tash unë jam ka kërkoj prej gjithë popullit, ata që kanë njohuri për këtë kimioterapi, cilën e kam sjell me veti. Ti ke nevojë për imunoterapi? Po, imunoterapin, tash, për me sigurue, se nuk po mundem me siguru. Ty të duhet dikush me ta gjetë imunoterapin. Sepse ministria mbulon vetëm për veshka edhe lëkur. Mbulon vetëm për kancer në mushkëni edhe në lëkur. Ministria mbulon për mushkëni dhe lëkur, ndërsa për telashën tënde specifike duhet mu siguru vetë. A është I kushtueshëm Gani? Është I kushtueshëm, kosto e lartë, edhe është shumë problem mu sjell në Kosovë. Sidomos duhet për shteteve të Evropës. Si Turkia, po Zvicra, Gjermania
A mundet dikush me pasë në Kosovë, apo veç duhet marrë prej shteteve tjera? Po, është e mundshme që dikush e ka edhe te shtëpia, si e ka siguru për shembull për familjar, edhe i ka teprue, edhe mundet me pasë në shtëpi, por s'ka një ori ku na mja dorëzu ato, kush është nevojli, si korone për shembull, ka edhe shumë tjerë. Dorëzohet që bëhet një zgjidhje tjetër edhe të përdoret në onkologji edhe mos të kemi këtu të lashe. Mirë Gani, une mram kur falem në telefon, më pëlqeu ideja me dal live në transmetim se mundet me pas njerëz që din adresën ku me gjetë imunoterapin, apo edhe me të ndihmu me ta siguru me njëherë këtë imunoterapi me qenë se e ke të domosdoshme. Për shkak që unë kam çdo 3 javë, unë dozën e parë kam përfunduar tonën, e kam siguruar. Një dozë sa kushton? Një dozë më varet, tash më varet për cilët shtete e bjen këto. Si sillen çmimet? Si sillen, për 2.000 dhe 6.000 euro. Ku? Çdo 3 javë? Çdo 3 javë, do të thonë 4 cikle. Po ka mundësi që nëse nuk ka reaguar mjaftueshëm. A ki mundësi me i blegane? Për momentin mirë jemi të punu që drejtim. Qa pi bjen kjo? Po mirë jemi mjete. Vetëm kem nevojë informacion. Informacionin kam nevojë mas shumëte. Mu taku me dikon që ka një hori për këto edhe më siguruar me thonë ki në Prishtina, në Gjakova, në Peja, ka dikush në shpes, sikur rastin e parë që e kom pas, është një familje nga Konvështrevci po djevës. Ata më kanë ndërzu dozën e parë. A kemi telefonata që lajmëron dikush për imunoterapi për momentin? Jo, nëse e din sakt do një adres ku qysh qka dhe sa kushton. E kuponat kur do na i sjellësh takseve? Kuponat do i sjellem si t'ja filloj punës. Okej, mirë. Kuponat të vullosur? Normal, si gjithë. 038-737-373 dhe 737-374 për juve që keni informacion rreth imunoterapis apo dikush që e ka në shtëpi edhe nuk din ku me e dërzu, na e kemi Ganica Kitchen që e njohim shumë mirë për njëri shumë punëtor, edhe që e kemi mik të radios tash e shumë vjetë. Shumë vite. Këto kisha pas mundësi me fokusu në kamerë, për shkak që dikush edhe do në me pa. Okej, a mundet me lonë val në tavolin dhe me ofru? Okej. Këtu ku është apo unë t'i ofroj atje? Jo, s'po ndëgjoj. Mirë është aty. Okej. U bo. Kjo është një dozë. 2 kutijat bëjnë një dozë, se veç një kuti nuk krynë, nuk mjafton. 2 kutit janë nga 2.000 deri në 6.000, ajo ishte shuma. Dhe neve na duhet me gjetë adresën, ku muj me gjetë këtë. Ose transportin për jashtë që kanë siguru dhe tjertë. Okej. Gani, një numër të ndin telefonit, a mund të lëmë se ne jemi në fund programit, dhe nëse dikush ka një adres, le të thrasin ty direkt telefon. Po, 048 048 220 202. Ata që ka një hori, ju kësha lutë më kontaktu se jënë ditë shkurta që s'presin. Nuk presin? Nuk presin se më vjen koha e terapisë. Po. Edhe është problemu siguru. Okej. E di që vlen shumë edhe ajo fjala që njerë për njerë mirë jemi. Unë e kisha dashur kushdo që na ndëgjon, ose prej bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë, me e ndihmu Ganin edhe me këtë telashën financiare me asil imunoterapin, por në çfarë do rasti, ti e din që e ki një ekip, se unë e di që e ushtari i radarit dhe ke qenë gjithmonë me ne jemi mrapa te e Gani. Për çfarë do që ka nevoj Gania, okej? Sikur me qenë programi jytë. Faleminderit gjithsesi, unë vetëm du informacion të saktë që mos me hub në kohë. Okej, u bo. A kemi një telefonat? Alo? Përshëndetje, urna. Alo, përshëndetje, Dita. Hajde dashur, qa ka? Jo, le të kalon në privat, lutem, se kështu po përsëritemi dhe shumë pak sekonda kemi në dispozicion. Mirë, numri ju të telefonit edhe njëherë ishte, se shkruva këtu, 048 220 202, nëse do një direkt me komuniku me Ganin, ose me mua pa tjetër më gjeni në përjetës sociale e dini dhe unë e kam me prioritet tash këto dit Ganin deri sa të sigurohet kur e ke imunoterapin tjetër? Po shpesojmë 3 javë. E ke marrë tash, e ke edhe 3 javë? Okej, për 3 javë ne duhet me siguru imunoterapi. Për shkak se edhe ajo do të me kone disponueshme 100%. Në do të saktume? Do të saktume. Në rregull. U bo Gani, faleminderit shumë. Faleminderit. Qofsh me shëndet. Ju përgëzoj për emisionin, faleminderit për pritje. Pres mu këthy fort, i përmbushun, me se Ilir Kurtishi shumë shpesh e jep lajmin që je
free cancer, kështu që shpresoj ty Shumë shpejt është e me mirë ta dhënë falënderit atë. Pejtina që është për kujdes Po. me vështërsitë që i kanë aty në onkologji, po gjithsesi ata janë mrekullueshëm. Janë të mrekullueshëm. Po shoh që po më shkruajnë edhe bizneset të tjera që mundin me gjetë ndoshta në për farmaci, do të provoj edhe unë vetë personalisht me të bëj zgjidhje. Për sa njëri mirë je, patjetër. Faleminderit shumë Edita. Faleminderit ty Gani. Shpresoj që do të gjendet. Jam e sigurt që po. Shumë faleminderit. Miru pafshim. Mirupafshim. Faleminderit shumë.